Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vazelina, sekreti që trajton njëre për gjithmonë këto probleme, ja si ta përdorni. Ky është një produkt i vetëm, por që mund t'japë fund më shumë se 20 problemeve tuaja të përditshme. Por flasim për vazelinën e cila përdoret prej më shumë se 10 vitesh dhe në këtë video do të dëgjoni të gjitha mënyrat dhe përdorimet e saj. Duhet të tregojeni të vëmendshëm, është një produkt që përdoret vetëm në mënyrë topike, pra nga jashtë. Nuk duhet të konsumohet në mënyrë që të merrni vlerat e saj, duhet ta përdorni si duhet. Vazelina përbëhet nga një përbërës i vajrave mineral dhe dyllit, të cilat sipas dermatologëve të Akademisë Amerikane të Dermatologjisë krijon një barierë mbrojtëse për të ndihmuar lëkurën të shërohet dhe të mbajë larg problemet. Ajo mund të përdoret si hidratant. Pas dushit, aplikoni kudo ku shikoni lëkurë të thatë dhe të acaruar vazelinë. Për themrat e plasaritura rekomandohet që pas lyerjes me vazelinë të vishni një palë çorape për të ruajtur lagështinë. Heq make-upin e syve. Thjesht masazhoni pak vazelinë mbi kapakët e syve dhe e fshihni me pak pambuk. Do të shikoni se sa lehtë do të pastroni rimelin, penelin ose pluhurin e syve. Ajo përdoret si një shkëlqyes për mollzat. Përzieni pak pluhur sysh me xixa me vazelinë dhe përhapni me mollzat ose në gishtat e pjesëve të faqeve. Kjo do të krijojë efekte të shkëlqyeshme, sidomos sikur produkti të ketë përdorur një highlighter të shtrenjtë. Vetëm keni kujdes, nëse keni lëkurë të ndjeshme, mos e përdorni sepse mund të mbyll poret. Ndryshon teksturën e produkteve kozmetike. Vazelina është një mënyrë e shkëlqyer për të shndruar produktet tuaja mat ose pluhur në kremra. Thjesht kombinoni produktet me një pas një me vazelinë dhe shikoni ndryshimet fenomenale që do të ketë. Hidraton majat e flokëve dhe parandalon këputjet. Në kushte të shpejta, nuk po themi që është një zgjidhje afatgjatë, vazelina aplikuar në fundet e flokëve mund të shkëlqejë majat dhe të parandalojë gjithashtu këputjen e tyre. Nëse s'keni rimel, nuk ka asnjë problem. Aplikoni pak vazelinë në qerpikët tuaj dhe i krihni ato me një shkëlqim natyral dhe kështu do të keni një duke më të mirë. Ruani lëkurën nga njollat e bojës. Para se të lyeni flokët, aplikoni një shtresë vazeline rreth vijës së parë të flokut për të parandaluar njollat e bojës që mezi hiqen. Bëni që parfumi juaj të zgjasë më tepër. Para aplikimit të parfumit, lyeni pak krem me vazelinë në zonën e qafës ose të kyçeve. Në këtë mënyrë parfumi do të qëndrojë më gjatë dhe aromat do të jetë më intensive. Mund të krijoni një skrap shumë më të mirë dhe të lirë në kushte shtëpie. Përzieni vazelinë me krip ose sheqer dhe para se të laheni, aplikoni atë në të gjithë lëkurën. Qelizat e vdekur të lëkurës do të pastrohen dhe kjo e fundit do të mbetet e butë si mëndafshi. Pastron lehtësisht çamçakëzët nga floku, sidomos përpara se të merrni gëshërët, mendoni përpara se të prisni flokët. Aplikimi i vazelinës në pjesën ku ka edhe çamçakëz në flokën tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në largimin e saj. Para se të lyeni buzët me buzëkuq, aplikoni më parë një shtresë të hollë vazeline për të shmangur rrëshqitjen e buzëkuqit dhe përhapjen e tij në dhëmbë ose rreth lëkurës dhe buzëve. Qetëson nga pickimi i insekteve. Do të funksionojë më mirë nëse vazelinën e vendosni së pari në frigorifer. Nëse e keni të vështirë të hiqni një unaz nga gishti, atëherë është fare e thjeshtë. Lyeni me vazelinë dhe lëvizje rrethore e lëvizni unazën dhe do të shikoni se si do të dalë më lehtë nga gishtat tuaj dhe pa dhimbje. Mbani insektet si kërmit, milingonat larg nga vazot e luleve. Ajo që duhet të bëni është të përzieni pak vazelinë me krip dhe të lyeni rreth e përqark vazot. Ato do të qëndrojnë larg për shkak të aromës së saj. Lëkura e shëndetshme dhe pa rrulla ose probleme të tjera është pika kyçe e bukurisë për çdo femër. Ju duhet të keni shumë kujdes për fytyrën, sidomos gjatë thynës së verës, sepse dielli është shkatrimtari numër 1 i rrullave të fytyrës. Rrullat shfaqen më shpesh tek femrat me lëkurë të thatë dhe është shumë e rëndësishme që të mbani fytyrën të hidratuar gjatë gjithë ditës. Vazelina është një produkt shumë i mirë që mund të ndihmojë në rihidratimin e lëkurës suaj, të parandalojë rrullat dhe aknet e saj. Zgjidhni vazelinë organike pa ngjyrë ose pa aromatizues. Lyeni çdo mbrëmje fytyrën me të dhe lëkura do të fillojë të ketë elasticitetin e duhur.
Vazelina përmban edhe element të vajra mineral, të cilët janë përbërës efektiv në hidratimin e lëkurës dhe ndihmojnë gjithashtu në rigjallërimin e saj. Ndaj nëse doni që të keni një mbrojtje më të mirë të lëkurës suaj, mund ta përdorni vazelinën. Vazelina është të përdorur prej qindra vjetësh dhe duke filluar edhe të përdoret edhe në ditët e sotme, mund të ofrojë një larmi të përfitimeve që shumica e njerëzve nuk i dinë se çfarë mund të përdorin vazelinën dhe cila është mënyra efikase për të marrë vlerat e saj. Ajo mund të zgjasë aromën e parfumit. Para se të spërkasni parfumin e preferuar, aplikoni pak vazelinë në vendin në të cilën e spërkatni. Parfumi nuk do të avullojë aq shpejt sa më parë dhe aroma e tij do të zgjasë më shumë. Nëse doni vetulla të përsoshura, përdorni vazelinë. Nëse keni vetulla të dëndura, domethënë qime të cilat lëvizin vazhdimisht dhe i bëjnë vetullat tuaja të shpupuritura, lyeni me një shtresë shumë të hollë vazelinë në vetullat tuaja dhe ato do të jenë më të qëndrueshme. Nëse doni çerpik të gjatë dhe të bukur, atëherë vazelina mund të jetë një mbrojtës i tyre. Aplikimi i vazelinës në çerpikët tuaj mund të jetë një mundësi shumë e mirë për t'i pasur ato më të mbrojtur edhe gjithashtu më të shëndetshëm. Aplikimi i tyre do t'i mbajë më të fortë dhe do të parandalojë gjithashtu edhe dëmtimin e tyre. Nëse keni buzët e plasaritura, përdorni vazelinë. Vazelina është ndër mjetet më hidratuese, andaj lirisht mund të përdoret si label. Buzët tuaja do të jenë të kuruara, të hidratuara dhe më të bukura. Nëse keni shpenzuar gjithmonë për grimin, duhet të përdorni vazelinën. Po e bëheni gati për të dalë, por keni haruar që keni shpenzuar buzëkuqin e preferuar ose hijesin. Grimcat e tij, të cilat kanë mbetur, i përzjeni me pak vazelinë dhe aplikoni në fytyrë dhe askush nuk do ta vërejë ndryshimin. Nëse doni këmbë të buta, përdorni vazelinën. Vazelina është e shkëlqyeshme për të kujdesur për lëkurën e plasaritur në përgjithësi, e nëse keni këto probleme me lëkurë dhe këmbët tuaja, vazelina është zgjidhja e duhur për ju. Këshilla është të vishni çorape kur i aplikoni në mënyrë që të qëndrojë lëkura sa më gjatë të jetë hidratuar. Për të hequr grimin, përdorni vazelinë. Nëse keni lëkurë të ndjeshme dhe reagon ndaj pastruesve të grimit, vazelina është zgjidhja e duhur për ju. Ky produkt jo vetëm që nuk do të shkaktojë reagime, por është i shkëlqyeshëm për të hapur edhe nuk lehtëson problemin e lëkurës. Atë mund ta përdorni pas depilimit. Lëkura juaj është e skuqur dhe irrituar pas depilimit. Lyeni pjesën e irrituar me vazelinë dhe e lini të absorbohet. Skuqja do të zhduket më shpejt. Majat e ndara. Nëse flokët tuaja janë gati për t'u prerë dhe i lini të rriten dhe nuk dëshironi të ndryshoni gjatësi, vazelina është një zgjidhje. Lyeni majat me pak vazelinë, e cila në dukje do të mbulojë majat e çara derisa të jeni gati për një model floku të ri. Mund të largojë njollat e grimit. Ju rastësisht keni marrë buzëkuq në rrobat tuaja, aplikoni pak vazelinë në njoll dhe e fërkoni. Njolla do të zhduket menjëherë. Njollat nga boja e flokëve. I lyeni flokët, por në fytyrë ju ka mbetur gjithmonë ngjyra e flokëve. Aplikoni pak vazelinë në zonën e njollosur të lëkurës dhe fërkoni butësisht derisa ngjyra të largohet. Vendosja e vathëve. Nëse ndonjëherë ju dhem vendosja ose heqja e vathit, lyeni vrimat me pak vazelinë dhe dhimbja do të lehtësohet të ndjeshëm. Ajo është e mirë kundër rrullave. Me ndihmën e vazelinës mund të bëni një krem fantastik kundër rrullave duke përdorur këtë recetë. Merrni një lugë gjedhe me vaj bajameje ose vaj ulliri, një verdhë veze, një lugë çaji mjalt, 2 lugë çaj vazelinë, i përzieni të gjitha përbërësit, e vendosni në një kavanoz dhe e mbani në frigorifer. Aplikoni sipas nevojës në fytyrë për ta pastruar. Vazelina parandalon dëmtimet e lëkurës të shkaktuar nga era, zbut psoriazën, alergjitë e lëkurës, e thet ekzemat, gjithashtu edhe problemet e trajtimit të sëmundjeve të ndryshme të lëkurës. Mund të përdoret si agent mbrojtës i lëkurës, gjithmonë duhet të aplikohet në pjesën e jashtme të lëkurës dhe asnjëherë të mos konsumohet, pasi dëmet që mund të shkaktojë trupit në konsumin e përditshëm do të jenë të mëdha. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë